Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili nuk ishte i pranishëm në kuvent, u paraqit sot në orën 9 në SPAK. Berisha dëshmoi për herë të parë para prokurorëve të posaçëm, lidhur me demonstratën tragjike të 21 janarit 2011, kur ai ishte kryeministër dhe ku u vran në bulevardin para kryeministrisë 4 persona pjesëmarrës në protestën e Partisë Socialiste, që ishte në opozit. Kur doli pas 2 orësh nga SPAK, Berisha dha një deklaratë për mediat rreth kësaj ngjarje të rëndë. Njeriu në detyrën e kryeministrit që u rrethua dhe ju gjuajt zyra me gur dhe plumba. Tani kuptojeni vetë se nuk flet gjë më shumë se sa kjo. Dhe 13 vite larg pushtetit nuk u thirr një herë për t'u pyetur se çfarë ndodhi me 11 janar. Kjo mosthirrje flet më shumë se çdo gjë tjetër, sepse kjo mosthirrje kishte bante vetëm me faktin se Edi Rama organizoi për epshet e pushtetit të tij protestën më të dhunshme në historinë e vendit. Kjo ishte shkaku i mosthirrjes. Autoritetet ndërkombëtare, Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka deklaruar dhe rideklaruar se në 21 janar Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Kishte agjendë dhune. Ku janë ata mbështetësit e saj? Nuk janë këtu. Ta marrin vesh atë. Pra kishte agjendë dhune. Kjo është e vërteta. Dhe pikërisht kjo deklarat është bërë shkak që të mos thirrem unë për të pyetur në një proces për një ngjarje dramatike që u kushtoi jetën 4 demonstruesve, plagosjen mbi 120 policëve e të tjerë. Tani dëshminë time, ju mund të rrëmoni sa të doni, por do gjeni ato që kam thënë. Ishte një proces normal, duhet apoj këtu prit. Në qoftë se këta që ishën aty zhvilluan një procedurë në përputhje me ligjin dhe rregullat, kjo nuk mund të thuhet për Dumanin, që po pinte kafe me kë thuhet ti, Klodiana, ta them unë. Jo me pojen, po me këtë të fundit, me që i mori 5 milion këtë që thot Farukun, Kreshnik Farukun. Po pinte kafe me Kreshnik Farukun.